për herë të parë në Shqipëri protestat për gazin janë mbajtur edhe jashtë Tiranës. Qytetarët e Elbasanit dhe jo vetëm u mblodhën në sheshin Gensher me pankartat për Palestinën. Një qytetar i vetëm dhe ai mund të ketë të drejtë, por nëse është me të drejtën dhe sot ne të gjithë jemi me të drejtën sepse jemi me viktimat e gjenocidit në Palestinë. Meydana toplanmamız amacı Filistin'in özgürlük istiyoruz ve her zaman destekçisiyiz, yanındayız, arkasındayız. Palestin'in yanında olmak için buraya geldim. Onu destekliyorum, sonuna kadar yanındayım. Protesta e mbajtur në Elbasan është një tregues se mbështetja e shqiptarëve për gazanët po rritet ditë ditës përmes sensibilizimit, ngritjes së zërit dhe dënimit ndaj gjenocidit izraelit. Të jemi në anën e duhur të historisë. Kjo protestë është kundër padrejtësisë kudo që ajo ndodh. Nëse ne heqim para padrejtësisë, ajo padrejtësi nesër do ta kthehet në bumerang në vendin tonë. Kjo është protesta e dytë që mbajt në Shqipëri brenda javës, pasi vetëm pak ditë më parë një tubim edhe marshim mbajt edhe në qytet. Dhe paqe do të thotë mos kesh uri, mos kesh tot, mos kesh frikë.